Me të ardhur në krye të qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi shpalli prioritet luftën kundër korrupsionit. Një vit pas pavarësimit të Kosovës, lufta po bëhet, por jo aq shumë kundër korrupsionit sa është duke u bërë luftë brenda agjencionit kosovar kundër korrupsionit. Kjo luftë është brenda drejtorit të agjencionit dhe anëtarëve të këshillit të tij. Agjencioni duhet ta ses raportin e punës për vitin 2008 në Kuvendin e Kosovës. Këshilli ka bërë vërejtje edhe në raportin 6 mujor të këtij viti, vërejtje që nuk janë marrë parasysh. Nëse lufta e brendshme s'do të ndalet, atëherë ky agjencion s'do të mund ta dërgojë raportin në Kuvend, pasi Këshilli s'do ta miratojë atë sipas ligjit. Ne kemi shkruar këtë raport dhe kemi dhënë vërejtje dhe sugjerimet tona lidhur me raportin, dhe pastaj ka ardhur përbomja e re e Këshillit, dhe pastaj kjo përbomje e re nuk është marrë me atë raport, duke konsideruar se ka nevojë që për raportin të jepen edhe disa informacione shtesë, po deri me tani nuk kemi pasur një informacion shtesë lidhur me këtë raport. Hasan Preteni, drejtori i agjencionit, tashmë është në hall se si do t'ia mbush syrin Këshillit aktual të agjencionit për ta miratuar raportin vjetor. Nëse neve na vjen raporti i drejtorit në vjeçar me shifra të forta, që është praktikuar deri më tani, ne atë raport nuk do ta miratojmë. Po më rëndi. Pa në mundësu me që ndrën brapa aty në shifrave, unë nuk do ta diskutoj, as nuk do ta votoj, sepse në atë mënyrë nuk punon kërkush në botë. Sipas kësaj, po del që Hasan Preteni s'do të mund të dalë ballhapur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, sepse sipas ligjit kundër korrupsionit, raporti i agjencionit s'mund të shkojë në Kuvend pa u miratuar nga Këshilli i agjencionit, gjë të cilën s'po e bëjnë dot ky këshill. A do ta miratoj raportin një vjeçar ky këshilli aktual? Raporti një vjeçar shpresoj që shumë shpejt ose brenda javës tashme maksimumi edhe do të prezantohet Këshillit, të cilin raport do të aprovojë Këshilli më pastaj të kalon në Kuvend. Problemet rreth transparencës së lëndëve përballë anëtarëve të Këshillit mund të zgjidhë vetëm Kuvendi i Kosovës. Anëtarët e Këshillit shpesh nuk dinë as shifrat të agjencionit, por ato i shohin kur dalin në media. Ne nuk kemi qasje në dokumentacion, në lëndë të agjencionit kundër korrupsionit. Se di çka unë kërkoj në agjencion, nëse nuk mund me ditë se prapa dosjeve ku dikush i prezenton në raste për korrupsion, shehet dikush që nuk duhet më usheh. Në vetë kemi marrë raporte të fata, raporte të shkruar, të cilat edhe shumë herë edhe dalin në opinion para se më na marrë neve. Tërë ky sherr vjen duke ju falenderuar paqartësive ligjore të ligjit kundër korrupsionit. Njeni 21 i këtij ligji, për të cilin është kërkuar interpretim nga Kuvendi, nuk specifikon deri ku shkon kontrolli i Këshillit mbi agjencionin. Këshilli është organ mbikëqyrës i agjencionit. Kjo është përgjigjja e parë e Kuvendit për këtë mend. Por Hasan Preteni ka kërkuar me të drejtë të di se a mund apo jo të kenë çastin e lëndë anëtarët e Këshillit. Deri më tash ende s'ka përgjigje nga Kuvendi, andaj si drejtori ashtu edhe Këshilli nuk lëvizin nga qëndrimet e tyre. Çka kanë që të lanë të arkivune? A mundet me pas në lanë për juve ose për anëtarët e Këshillit? Po hipotetikisht mundet me ndodhë mirë, po këto e mund. Do një lanë për po jo janë përgjigje kështu strikte mirë, po lanë të cilat janë trajtuar në agjencion, asnjë nuk kemi hudh ose nuk e kemi shkatru, them, lëndë janë këto, dokumentacioni është këto, edhe mandati jo nuk është i përhershëm. Mirë, zoti Preteni, qysh me besu na kur nuk ka kontroll mbi këtë punë cilën e bën ju? Po Kuvendi që e kontrollon punën. Kuvendi, zoti Preteni, kontrollon shifra, cilat ju i raportoni. Çka fshihet mbrana të në shifrave? Në gjam, është prapë kthen te kjo pjesë, apo le të tregohet, le të shpjegohet Kuvendi, nëse dëshirohet që të kontrollohen lëndët të cilat kanë të bëjnë me institucion nga personat që vinë që kontrollojnë punë agjencionet, është diçka tjetër. A do të rezultojë kjo më pozitivisht apo pjesa tjetër që të përgjigjem Kuvendit? Çka keni shpallosur në përmbajtjen e këtyre shifrave? Gjithçka çka kanë kërkuar komisionet, gjithçka çka kërkon Kuvendi do t'i ketë. Është Këshilli se le të rregullohet me ligj. Në tërë këtë luftë për kontroll e mos kontroll punësh, ata që pinë vetëm kafe duket se janë anëtarët e Këshillit të agjencionit. Kjo përbomje e Këshillit, nëse nuk mund ketë shasje në kontrollin dhe mbikëqyrjen e punës së agjencionit, atëherë unë nuk e di çka kërkojnë nga anëtarët e Këshillit të agjencionit. Po pini vetëm kafe aty? Thëmë drejtën, unë nuk e pi kafen.
Nëse Kuvendi i Kosovës po thonë nëse vendos ta miratoj ligjin e ri kundër korrupsionit, atëherë vaj halli për këtë azencion. Ky ligj është punuar pikërisht nga zyrtarët e azencionit kundër korrupsion, të cilët interesant shumë mirë kanë mendruar për rretën e tyre. Një, sikur se tash, pa kur par kontrollit të punës nga ana e Këshillit, kanë propozuar të jenë edhe në të ardhmen. Këtë herë edhe zyrtarisht kanë kërkuar ta heqin safësh Këshillin e Agencionit Antikorrupsion. Sipas propozimit të Hasan Pretenit, kontroll mbi agencionin do të ketë vetëm Kuvendi i Kosovës dhe atë një herë në vit. Nëse nuk ka këshill që e mbikëqyr agencionin, edhe nëse ju po kërkoni me u hekën krejt, a do thotë kjo se do të kemi kontroll tërësisht nga politika? Janë zyrtarë të agencion që do të jenë këto grupet punuese, mirë po nuk do të jetë bazë vetëm qëndrimi i agencionit. E po kështu do duhet të ishte. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës do ta zgjidhë këtë problem me interpretimin përfundimtar të ligjit. Megjithatë, është për të brengosur se nëse agencioni refuzon të bëhet transparent për punën kundër korrupsionit, a thua si mund ta luftoj atë e të kërkoj prej palëve tjera të bëhen transparent.